Dita kombëtare e trashëgimisë kulturore e pasurisë më të çmuar të identitetit ton kombëtar që na lidh me rrënjët, historinë dhe shpirtin e vendit ton, solli një aktivitet mjaft të larmishëm, Vlora, zemra e Shqipërisë në kulturë, art dhe trashëgimi. Ky aktivitet u organizua në Muzeun Kombëtar të Pavarësisë, nën kujdesin e veçantë të drejtueses Kozeta Halili. Pikërisht në këtë kuadër më 30 shtator, u organizua një mbrëmje festive në ditën kombëtare të trashëgimisë kulturore dhe ditën europiane të trashëgimisë kulturore. Të pranishëm autoritete vendore, drejtues të institucioneve të arsimit të artit, fëmijë dhe prindër të tyre. Drejtoresha e Muzeut Kombëtar të Pavarësisë në Vlorë, Kozeta Halili, ka falendëruar të gjithë të ftuarit që u bën pjesë e këtij aktiviteti të rëndësishëm dhe larmishëm me mesazhe të qarta, por edhe për kontributin e tyre në edukimin dhe drejtimin e brezave të rinj drejt dashurisë për trashëgimin. Unë i përgëzoj komplet të gjithë për mirëseardhjen tuaj, për bashkëpunimin me Muzeun Kombëtar Pavarësia Vlorë, me bibliotekën, me qendrën kulturore të fëmijëve dhe një duar trokitje dhe respekt të veçantë për të gjithë ju prindër që edukoni këta fëmijë kaq të bukur dhe kaq të mrekullueshëm. Ju faleminderit. Nën kryetaria e Bashkisë së Vlorës Irena Toshkallari falenderoi drejtoreshën e Muzeut Kombëtar të Pavarësisë, Kozeta Halili, që ka kthyer muzeun në një vend ku mblidhet kultura dhe trashëgimia. Ajo vlerësoi edhe fëmijët dhe prindrit e tyre për pasionin për trashëgimin. Faleminderit që ke kthyer muzeun jo pak herë në një vend ku mblidhet kultura, ku mblidhet trashëgimia dhe është shumë e rëndësishme dhe këtë them për ata që më njohin, e dinë se sa e lidhur jam me trashëgimin kulturore, e dinë se sa më pëlqejnë fëmijët të cilët merren me artin dhe i di po aq shumë përpjekjet e prindërve që i përcjellin fëmijët në prova, që përpiqen që të asistojnë ëndrat e tyre dhe t'i ndjekin kudo për të realizuar këto ëndra. Më bukur është kur këta fëmijë pikërisht angazhohen për trashëgimin kulturore dhe uroj dhe shpresoj që të kemi akoma më shumë evente të tilla, inkurajoj koreografët, grupet artistike që të angazhohen me fëmijët, që të bëjmë prova më shumë për kulturën, për trashëgimin ton, pikërisht me valle popullore, ata ngjajnë shumë herë më bukur. Që shumë faleminderit dhe uroj që të kemi evente të tilla edhe në të ardhmen. Drejtoresha e Bibliotekës Publike të Vlorës, Shefqet Musaraj, Iltiana Koleka, theksoi se trashëgimia është një pasuri që duhet të ruhet dhe të trashëgohet ndër breza. Edhe Koleka vlerësoi iniciativën e drejtueses së Muzeut Kombëtar të Pavarësisë, Kozeta Halili, për organizimin e këtij aktiviteti. Në kuadër të nismës së Muzeut Kombëtar të Pavarësisë dhe pikërisht të drejtoreshës zonjës Kozeta Halili, të cilën e falenderojmë thellësisht për këtë iniciativë, Biblioteka Publike Shefqet Musaraj sjell për ju një ekspozitë të veçantë me libra, koleksione gazetash të vjetra dhe botime për fëmijë që pasqyrojnë pasurinë e folklorit, historisë, artit dhe traditave shqiptare. Çdo libër, çdo gazetë, çdo prallë fëmijësh që shihni sot është një udhtim në kohë, një lidhje mes së kaluarës dhe së ardhmes. Ky është roli i bibliotekës sonë. Të jemi ura mes kujtesës dhe brezave, duke ruajtur identitetin dhe vlerat që na bëjnë shqiptar. Poezi, këngë valle tradicionale të vendit ton, me performancë nga fëmijët e qendrës kulturore të fëmijëve, ishte pjesë e këtij aktiviteti të rëndësishëm. Vlora nuk është vetëm qyteti i shpalljes së pavarësisë, por edhe një vatër e pashuar e identitetit shqiptar, në gjuhë, këngë, letërsi, kostume, zakone dhe krenari. Në këtë pasditë të veçantë do të udhëtojmë së bashku përmes historisë, librit dhe artit, për të risjellë në vëmendje vlerat që e bëjnë Vlorën një kryeqendër shpirtërore të kombit. Gjithashtu, pjesë e programit të aktivitetit edhe një sfilad me veshje tradicionale të Shqipërisë.
ekspozita me libra, dokumente, fotografi, të cilat pasqyrojnë kulturën e pasurisë shqiptare, ishte një tjetër moment i aktivitetit Vlora Zemra e Shqipërisë në kulturë, art dhe trashëgimi, organizuar nga Muzeu Kombëtar i Pavarësisë në Vlorë, në kuadër të Ditës Kombëtare të Trashëgimisë Kulturore dhe Ditëve Europiane të Trashëgimisë Kulturore.